Artimin e ka pasion e tashmë dhe profesion. Bëhet fjalë për Muj Gjeka, i cili ishte i ftuar në emisionin Zoom. E foli për mbarimin e studimeve në fushën e aktrimit. Si është tregu i këtij drejtimi? Nuk është lehtë se ka shumë aktor për tregun që është. Kam fjalën për projekte të cilat janë serioze, për projekte të cilat ti nesër mundesh me u krenu. Po, nëse punon edhe i përkushtohesh asaj pune, ma merr mendja që delën pa. Këtu ka diçka që unë e vrej, për shembull ka aktor që dalin pa një moshë shumë të re, ka aktor që dalin dikur ma vonë. Po jam 100% i bindun që aktori i mirë ka me pas momentin se kur ka me u tregu se çfarë është. Ai rrëfen edhe për depërtimin në këtë fushë, ku thekson se talentin ja kanë vënë re familjarët, e për në Zoom tregon një detaj mjaft interesant. Jashta modestis, po, jam krenar për çka kom ba në këtë pikë që jam, edhe në këtë moshë që jam, se ka ecë mirë edhe ja kemi ba hizmetin. Kom punu shumë këtë drejtim, edhe vazhdoj me punu, po nuk jemi me thonë të kënaqur asnjëherë se kërkojmë ma shumë, kërkojmë edhe me punë besoj që arrihet. Unë e maj mend që edhe shumë fëmijë vogël kur jam kanë kom pas një lloj teatrit vogël që e bëjsha një teatr të mujës në shtëpi edhe bëjsha ato që disha atëherë. Kështu që në fillim me familjen, masnej ty dal, ty pa, mrapa kom vazhdu një kurs që e kemi pas të Teuta Kresniqi, kom vazhdu për 5 vjetë, aty kom marrë hapat e parë sa me unë njoftu pak me se çka në pret, edhe se çka është. Se shumë njerëz unë i do këtë shumë punë e lehtë, ose i do këtë një, po, a faktikisht është për profesioneve më të vështira në botë. Mendoj që ka interesim, mendoj që secila punë ose secili art në vetvete ka publikun e vet. Ndoshta tash nuk po marrëm me masa se sa kanë kështu apo kështu, po e kanë publikun e vet. Unë i shoh në reprizat e para të shfaqjeve, as më pak në premierë është problem edhe me gjetë bilet. E kjo mu më knaq. Pa marrë parasysh a është komunitet, a janë njerëz, janë me rëndësi njerëz që pedojnë me pa ata. Aja të bën ty me unë mirë, sepse për dallim pej serialeve apo punëve të tjera komerciale që i bëjnë, teatri kërkon shumë ma shumë punë. Me qenë se u përmend seriali, a ka pasur oferta ai për të qenë pjesëmarrës në projekte që siç e quajnë ai më komerciale. A mu kapetani ka thonë veç kuf se rrezikohem. Se mos me gjuhë tjetër kanë pas gjurës. Kom pas edhe vazhdoj me pas edhe mirë që janë, sepse dhe ajo është punë e jona. Nëse më pyeta e donë ma shumë teatrin apo filmin, normalisht që për mua është teatri, po edhe filmin e bëj me shumë qef. Duhet me u përshtatë, unë mendoj që qështë e lyp puna, duhet me u përshtatë në teatr. Në teatr ti nuk mundesh me dalë me një ditë prova. Duhesh me bon një muj e do ditë të paktën për me dalë me një rezultat të mirë. Edhe në fund, aja të thash që vlerësohet me atë duar të rokitje, me atë entuziazëm që e ka publiku në atë moment. Sepse ti e vrenë, aty nuk ka falsitet. Ka njerëz që kanë marrë rrugë, jenë që prej shtëpisë dhe kanë ardhur me të pa aty. Kështu që ajo është një vlerësim. Përkundër për shembull që prapë është vlerësim, edhe nëse dikush në YouTube ose në televizion të sheh, secila e ka vendin e vet, tani varet aktori se ka donë me i dhanë kohë edhe ku e nin veten më mirë, varet prej secilit individ. Atë ngacmuan pak me pyetjen se a ka personazhe të TikTok që ashtu quhen aktorët dhe madje dhezin brenda një note. Nuk mendoj që i rrezikohet vendi kërkujt, po që mendoj se është gabim. Jam pro çdo aktori, edhe nëse nuk ka përfundu akademi, edhe nëse nuk ka njek kurse, mirë po që e shoh se e din dhe e don atë punë, atëherë unë jam shumë optimist për me vazhdua edhe secili duhet me ndjek ëndrrën e vet. Se na jem dëshmitar që
ka edhe shumë që e meritojnë me qenë në akademi, por nuk kanë pas mundësi me qenë në akademi. Tash na nuk mundemi edhe me ja u privuat të drejt, ose kërkush nuk e ka drejt me i ndalë pe asaj. Po për disa që janë të etun për vëmendje, menoj që është kogja e gabuar mënyra se që po shkojnë deri aty. Është me hynë në një ullë ku nuk është e jot, janë një punë ku nuk është e jot, ja si thojnë është me hyme një zanat huj. Për këtë tema i shton se ka persona që kanë përfunduar Akademinë e Aktrimit, por nuk u adon dhe në sjelltas. Ka të tillë që nuk kanë mbaruar studimet për aktrim, ama janë goxha të mire të kërkuar në treg për role të ndryshme. Ekskluzivisht për në Zoom Muja i zbulon disa plane që do e presin në vazhdimsi. Kam do plane, një 2 projekte që tash nuk muj me fol, sepse hala nuk kanë fillu edhe nuk janë 100% të sigurta, po janë do plane të mira që po menoj me vazhdu edhe me qenë pjesë e tyne. Si fillim është i mirë edhe pse unë e kom friksu pak sa kam qenë në akademi, kësaj pjesës mrapa fakultetit, se qysh kemi me u gjind, çka kemi me vepru, po gjithmonë po mbyll ke një derë dhe po hap ke diçka tjetër, kështu që hala nuk po kam kohë me pushu që me ndi atë zbraztin, nëse dikush shumë njerëz e ndin masi e përfundojnë fakultetin. Aktori mbyll këtë intervistë duke potencuar faktin që artisti vlerësohet edhe në aspektin e pagesës. Unë nuk menoj që aktorët nuk paguhen. Unë menoj që aktorët paguhen bile nëse je aktor që ke arrit me i ba gjana cilat ke dash paguash edhe jetën pe kësaj pune. Po tash varet për çka po flasim, se ka edhe gjana shumë, ka edhe njerëz që tentojnë edhe me e prish tregun. Po flasim për diçka të mirëfillt, atëherë nëse është diçka e mirëfillt, mendoj që paguhet. Nuk isha thënë që me u dorëzu asnjëni, ai që për shembull flas për veti, unë e di sakt se sa vlej, sakt se kush jam edhe sa e zotroj këtë profesion. Kështu që nëse mu apo dikuj tjetër nuk ju ka jap mundësia, nuk e konteston ato që aftësinë e tij që e ka mrena. Është diçka tjetër mundësia dhe është diçka tjetër sa t'jepet mundësia atë aftësi tonën me e qitë në pa.